nga institucionet, përkatësisht nga komuna. Qetësinë e këtij vendi e ndryshuan të qarat e fëmijëve, britmat e nënave dhe plumbat e atyre që morën mira jetë nga ne. Fshati i Bllacës ishte streha e plot 440.000 shqiptarëve, të cilët u dëbuan nga shtëpitë e tyre. E treni i Bllacës është dhe do jetë një nga monumentet më të vlefshme historike, përmes të cilit arritën të dalin të gjallë mijëra njerëz. Kryetari, faleminderit shumë që ndatë kohën e juaj pak me na spjegu edhe neve, edhe mu si gjenerate e re, ndoshta që nuk e kom përjetu luftën, po që kom dëgju historitë prindve të mami tem që e ka përjetu Bllacën edhe trenin, apo na tregon çfarë rëndësie ka ky tren për ju? Në fakt, jo vetëm treni, po këtë kjo pjesë që peshojmë këtu është një qendër shumë rëndësishme historike që ne do t'i kushtojmë kujdes nëse dhe mos bashkë të institucioneve për ta kultivu historinë, pavarësisht se është shumë e dëmshme, është e tmerrshme në realitet, por ngjall ndjenjat e një përjetimi shumë të rëndë, ndoshta pa përsëritshëm ndonjëherë në histori, e që është obligimi që vërtet këto vlera që kemi, veç t'i kultivojmë më shumë. Ky tren që peshojmë këtu, normal ka qenë funksioni i tij, ka qenë deportimi i shqiptarëve jashtë Kosovës gjatë luftës së fundit që na punon të ndodhur në Kosovë. Siç e keni pa edhe nga shkrimet to që gjenden edhe nga ajo që ne kemi lexuar shumë, këto kanë kalu diku 2 milioni njerëz, apo thënë më saktësisht 440.000 njerëz. Burra, gra, pleq, fëmijë të vjetër, të rinj, të smur, të shëndoshë të tillë. Pra është një vend që sipas meje është një holokaust shqiptar. Pra ka ndodhur Golgota shqiptare. Kjo ka qenë ideja dhe pse ne fokusin kemi pas këto, që këtë vend ta shndrojmë në një vend pelegrinazhi. Çfarë kujtimesh keni jo kryetar në këtë vend kur e sheni, në këtë tren? Sigurisht keni qenë edhe afër dikon me rrethin në kohën e 99-s. Sigurisht unë më këtu në këtë vend nuk kam qenë ndoshta prezant, por nga zonat e luftës ku ne po pushojmë brapa meje atje, nuk është shumë larg, ne kemi përcjell thuja se në mënyrë të vazhdueshme lëvizjet, ai kaosi që ka ndodhur këtu, edhe informacionin që ne kemi pas përmes njerëzve që kemi pas këtu, që du ta shfrytëzoj këtë moment të falenderoj lagjën bardhë që janë në kuadër të fshatit Bllacë, që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për kujdesin atyre njerëzve që kanë qenë të deportuar nga Kosova. A ka vizitor treni? Ka vizitor her pas here, ndoshta jo në nivelin që kisha dashur me pas ashtu, por ne po mundohemi që edhe në mënyrë të organizuar të japim jetë ose gjallëri të këtij tmerri përmes organizimit të përshtatshëm. Për shembull, ne kemi 10 prillin si ditë që shënojmë ditën e deportimit, apo siç e kemi quajtur Bllaca 99 si egzodi, ose egzodi Bllacës 99. Pikërisht kjo më interesoi edhe njerëzit që kanë përjetu trenin, që kanë përjetu Bllacën e viteve të 99-ta, ka shumë njerëz që dinë histori që janë strehuj në këtë fshat, a vinë ata ndonjëherë me mall me pa vendin? A ka pas ndonjë rast që ka ardhur dikush prej mallit me pa nostalgjinë? Edhe këtë rast nuk kam taku njerëz të cilët kanë përjetuar kohën e deportimit së prillit të vitit 1999. Kemi diskutuar gjëra gjatë, dhe është shumë interesant që kur e dëgjon ata në aspektin shpirtëror, pra i përjetojnë diçka kur e tregojnë, edhe duket sikur ka ndodhur para pak vjetësh. Pra ende i kanë të freskëta ato të merren asaj kohe që ka ndodhur. Ka raste të tilla. Për shembull në këtë muri për kujtimor këto është kjo gruaja që e shohim në foto,
është sherife Luta, cila në që ka përjetu këta. Tash janë 3 gjenerata, sherifja me vajzën e vetë, vajzë e martuar me mbesën tjetër, që 3 gjenerata të cilat në një hapësire i kujtën i kanë ende të fresta. Kështu që Fotoja historike që njohim të gjithë është historike, unë s'po them dështë një krahasim me luftën që ne kemi zhvillu gjatë kohës e luftës, po kjo ka dështë ka pas vlerën sa këtë lufta që ne kemi zhvillu vetëm në fotokisë, sepse ka prek në ndërgjegjen, Ka pas shumë dikem. në ndërgjegjen e ndërkombëtare. Zonja vjen, thatë që ka orë ndonjëherë? Vjen për çdo sidomos kur kemi shënimet e tilla, po vjen edhe kështu në vizita jashtë. Fëmija që më banë është mirë, është i rritur tash? Fëmija që më banë është e martuar. E martuar. vajzë, edhe ka një vajzë tjetër tash mos them vitet, po mund të ketë në 7-8 vjet ose 6-7 vjet. Sa mirë. Po është interesant këto 3 gjenerata të cilat veç rreth një kohës hapësire po jetojnë edhe për shonë. Është interesant për shembull me ndëgju historie prej gjyshës së fëmijëve mbesave. Se si do të tregojnë. Kjo është e mira që, për të duhet me ju falendëru juve që keni marrë mundin me marrë këto, edhe me pas një dokument që e shënon, me pas njerëz të cilët kanë përjetuar për gjenerata të tjera që vërtet mos flasin të tjerët për ne, për të flasin vetë ne për vetë. Për vetën tonë. A ka me pas diçka që ka me humbu diçka më e madhe, ndoshta në një projekt më i ri, ka me u shëndru me një muze më të madh? Po, me të drejtë keni pyet, treni që përshojmë kështu si është. Ne kemi një projekt që është një thirrje për ta gjetur një projekt adekuat ashtu siç ne po mendojmë një instalacion të trenit siç është me funksionalizuar në një farë formë, po në kuptimin e instalacion që do të ketë mbuloj, do të pastrohen nga këto folje që shërnen, brendia do të jetë e rregulluar dhe do të ketë brenda saj do të qëndrohet tamam në një muze. Pra, tren muze, do të ketë sigurisht atë fotografizë, atë ndryshëm si që kanë ndodhur. Pra, do të jetë në përgjithësi një instalacion, po shpresojmë që kemi.